Unë jam Flori Gjini dhe ky është mesazhi im. Do të sill programin tim në çdo familje shqiptare. Në orën 5 të jetë? Deri në orën 7. Ua, Flori! Si qëllësie! Si ja bën me trafikun? Po trafika nga hena deri të premtet. Nuk është një punë e lehtë. Shumë pyetje dhe probleme që duhen zgjedhur. Ku do jesh të rrallë? Dua të flas, Flori. Na dëgjon jeri. Ama si do trafiku? Unë e kam vendosur do kandidoj këtë radhë, do t'jap zgjidhje për gjithçka. Do ma japësh votën. Ngjarjet të cilat ndodhin në kohë reale, kështu që bashkëpunimi me policinë do jetë shumë i madh. Nuk erdhëm të na marrë me firma që na bëj presione. Kjo është faturë tatimore? Po. Ke ndonjë problem me tatimin? Si problem jam shumë korrekte fare. Në fund të mandatit do të qajmë, por dhe do të qeshim. Do sjell trafik te LTSH-ja. I'm a member of the parliament. Nuk është një fushat elektorale. Janë zëra që dëgjohen në kohë reale. Nga e hëna në të premte, ora 17. Kryeministri Rama përshëndet miratimin e raportit i barë për heçurinë e integrimit të Shqipërisë, njofton mbledhjen më 26 maj të Komitetit Ndërqeveritar Shqipëri-BE. Komenton sjelljet e opozitës në këtë periudhë, ata humbën përsëri dhe Shqipëria fitoi përsëri, deklaron Rama. Aksion Blitz në Laç, në pranë nga 7 persona dyshohet se shpërndanin lëndë narkotike në ambientet e shkollave. Policia konstaton edhe ushtrim të palishëm të lojrave të fatit. Vjojnë të tensionuara marrëdhëniet SBA-Kub, sekretari i shtetit Marco Rubio deklaron se Kuba përbën rrezik kombëtar për sigurinë amerikane. Tensionet pas padisë së dieshme që Shtetet e Bashkuara bën për ish presidentin Raul Castro. I përshëndes të gjithëve të nderuar teleshikues, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ. Kryeministri Edi Rama ka përshëndetur miratimin e raportit i barë për Shqipërinë, një hap shumë i rëndësishëm në procesin e negociatave të antarësimit. Rama paralajmëroi mbledhjen e Komitetit Ndërqeveritar në Bruksel në datën 26 maj. Kryeministri komentoi edhe veprimet e opozitës në këtë periudhë, e cila sipas tij bëri gjithçka që Shqipëria të vonohej dhe në fund ata humbën përsëri dhe Shqipëria fitoi përsëri, tha Rama. Shqipëria çel fazën përmbyllëse të negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Kryeministri Edi Rama deklaroi se me 26 maj në Bruksel, konferenca ndërqeveritare Shqipëri-BE do të vullos me sukses fazën hyrëse të procesit negociues. Kjo është një tjetër ditë krenarie për Shqipërinë, për skuadrën tonë të madhe, për të gjitha repartet e saj në çdo pjesë të fushës së përgjegjësive publike, për shumicën parlamentare, për qeverinë, për institucionet e pavarura, e sigurisht për ata që i përfaqëson ato në tryezën e negociatave për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Në reagimin e tij, ai akuzon opozitën për përpjekje për dëmtimin e imazhit të vendit në arenën ndërkombëtare, duke theksuar se Shqipëria Europiane është një histori suksesi. U lëshuan rrugëve me molotov për ta djegur Shqipërinë në sytë të huajve. U lëshuan nëpër Europë me thas balta e llumi për ta zgaravitur Shqipërinë në sytë të huajve. U gënjyen si gjithnjë nga mendja e tyre dhe gënjyen edhe ata gjithnjë e më të pak që shkojnë me atë mendje. Humbën përsëri dhe Shqipëria përsëri fitoi. Kryeministri falenderoi institucionet dhe qytetarët për mbështetjen në rrugën drejt objektivit Shqipëria 2030 në BE. Në vijim të vizitës së tij në Japoni, kryeministri Edi Rama ka zhvilluar një takim me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japoni-Shqipëri, të kryesuar nga Minoru Kuishi, ministër për strategjinë e rritjes së Japonisë. Bashkë me një album fotosh nga takimi të publikuara nga vetë kryeministri Rama, theksohet mbështetja e pakursyer, ndërsa apo punohet me sukses për rritjen e kontakteve dhe shkëmbimeve mes dy vendeve. Sipas kryeministrit, marrëdhëniet Shqipëri-Japoni po njohin një fazë
Majoranca dhe opozita arritën konsensus në kuvend duke miratuar me 100 vota pro dhe 1 kundër ndryshimet në rregulloren e parlamentit. Disa nga ndryshimet parashikojnë raportimin në kuvend të institucioneve si KLSH, avokati i popullit, prokurori i përgjithshëm dhe institucionet e drejtësisë, ndërsa SPAK mbetet jashtë këtij detyrimi. Majoranca dhe opozita kanë gjetur konsensus në parlament duke votuar me 100 vota pro dhe 1 kundër rregulloren e kuvendit. Vendimet e gjykatës kushtetuese na urdhërojnë të gjithëve, deputetëve të majorancës dhe opozitës, që do duhet bashkëpunojmë dhe të gjejmë konsensus për rregulloren e kuvendit. Por ajo vot pro sot e gjithë anëtarëve të komisionit, pati kolegë që propozuan, pati kolegë që u tërhoqën, unë u tërhoqa nga 2 propozime, sepse kështu bëhet konsensusi. Faleminderit, na vaf mbrak. Me këto ndryshime në kuvend do të raportojnë kontrolli i lartë i shtetit, avokati i popullit, prokurori i përgjithshëm, këshilli i lartë i prokurorisë dhe ai gjyqësor, inspektorati i lartë i drejtësisë, por jo struktura e posaçme antikorrupsion. Ndërsa projektligjet që lidhen me integrimin evropian do të shqyrtohen me procedurë normale përveç rasteve kur qeveria kërkon procedurë të përshpejtuar me argumentim të posaçëm. Megjithatë, palët janë ndarë tek disa projektligje ku opozita ka votuar kundër si nisma porte Alpeve, menaxhimi burime ujore apo drafti për informacionin gjeohapësinor, të cilat u kaluan me 75 vota pro të majorancës dhe 22 vota kundër të opozitës. Një aksioni i policisë në Laç çoi në arrestimin e 7 personave të dyshuar për shpërndarje kanabisit dhe aktivitet të palishëm të lojrave të fatit. Hetimet zbuluan se droga shpërndahej edhe pranë shkollave, ndërsa gjatë operacionit u sekuestruan narkotik, automjete, telefona dhe pajisje elektronike për lojra fati. Një operacion i gjerë policor i koduar perimetri 2 është finalizuar në qytetin e Laçit, ku kanë rënë në pranga 7 persona të dyshuar për shpërndarje të lëndëve narkotike dhe organizim të paligjshëm të lojrave të fatit. Sipas policisë së Lezhës, të arrestuarit janë Kolt Stojani, Fatjon Picaku, Edison Picaku, Bruno Dungaj, Giulio Marku, Fatjon Fufi dhe Ermir Stojani. Hetimet të zhvilluara për disa muaj me metoda speciale zbuluan se këta shteta siguronin kanabis, e ndanin në doza dhe e shpërndanin në zona të ndryshme të Laçit, madje edhe në disa raste pranë shkollave. Gjatë operacionit policia zbuloi edhe një lokal ku organizohej lojra fati me kompjuter në kundërshtim me ligjin. Për këtë rast u arrestua edhe pronari i lokalit, i cili dyshohet se nuk kishte regjistruar aktivitetin dhe punonësit në organet përkatëse. Në kuadër të operacionit u sekuestruan lëndë narkotike kanabisative, 6 automjete, telefonat celular dhe 7 pajisje elektronike të përdorura për lojra fati. Materialet janë referuar prokurorisë së Lezhës për veprime të mëtejshme. Gjatë natës, 4 betonjere në një kantier ndërtimi në fshatin Dukat i Ri janë ndjekur plotësisht. Mjetet ishin në pronësi të shtetasit Blerti Mohillaj. Në vendngjarje kanë mbritur forcat zjarfikse të Vlorës, të cilat kanë bërë të mundur shuarin e flakëve. Sipas të dhënave paraprake, dyshohet për zjarrvënie të qëllimshme, ndërsa policia ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Sistemi i arsimor në Shqipëri për vitin 2024-2025 ka shënuar një rënje të lehtë të numrit të nxënësve në arsimin parauniversitar, por është rritur numri i studentëve të diplomuar. Të dhënat e publikuara nga Instat tregojnë se ky vit shkollor pati në total 82.640 nxënës dhe student që përfunduan në të gjitha nivelet arsimore. Arsimi parauniversitar në institucionet arsimore publike dhe publike gjatë vitit 2024-2025 shënoi një numër prej 53.701 nxënës, ndërsa të dhënat nga Instat tregojnë një rënje të lehtë me 1.5% krahasuar me vitin 2023-2024. Nga ana tjetër, arsimi i lartë ka patur tendenca në rritje. Gjatë vitit akademik 2024-2025 janë diplomuar afro 28.900 student, ose 2.6% më shumë krahasuar me një vit më parë. Shifrat tregojnë një interes të vazhdueshëm për studimet universitare dhe pas universitare. Sipas statistikave, 33.5% të diplomuarve i përkasin arsimit 9-vjeçar, 31.4% atij të mesëm dhe rreth 35% arsimit të lartë. Mbi gjysma e studentëve, konkretisht 50.6% janë diplomuar në programet bachelor, ndërsa 43.4% kanë përfunduar programet master. Gjithashtu, vajzat dominojnë edhe në arsimin e lartë, pasi 65.3% të diplomuarve janë vajza dhe gra. Shumica e studentëve më të preferuara, fusha biznes administre përqindje totalit të studentëve.
studentëve. Në vend të dytë renditet fusha shëndet dhe mirëqenie me 22.4%, ndërsa inxhinieri, prodhim dhe ndërtim zë 14% të diplomimeve në arsimin e lartë. Profesuesit e 42 kompanive në vend janë vendosur sot në ambientet e korpusit qendror të Universitetit Politeknik për të punësuar student dhe për të ofruar atyre praktika mësimore. Studentët e Universitetit Politeknik, të cilët janë të interesuar për një vend puna por dhe për praktika mësimore, janë drejtuar sot panairit të punës i ngritur në ambientet e korpusit qendror të Universitetit Politeknik. Të rinj të interesuar patën mundësi të dorëzonin CV dhe të intervistoheshin nga përfaqësuesit e 42 kompanive pjesëmarrëse. Unë jam interesuar në fakt edhe për internshipe, por edhe për ndonjë vend pune nëse mundem. Se jam viti i dytë dhe dua të futem, të filloj, domethënë se edhe një vit kam, kështu që. Cilat senda ke lëvizur? Deri tani kam parë vetëm entin kombëtar të banesave te Bashkia, po shikoj tani te Bashkia e Tiranës. Edhe më intereson më shumë ai pjesa e internshipit, më shumë si fillim, pastaj edhe punësimi është i dyti, kuptohet. Unë jam më interesuar në stendat që kanë të bëjnë me profesionin tim, profilit tim të inxhinierisë kompjuterike. Unë jam vit të parë, kështu që nuk jam, është akoma herët të interesohem për internshipe, por dua të njohem me tregun e punës. Mundësinë për të punësuar duket se kanë patur studentët më të mirë, ndërsa praktikat mësimore kërkohen më së shumti nga studentët e viteve të para dhe të dyta, ku nevoja për eksperiencë është edhe më e madhe. Ne ofrojmë internshipe për studentët dhe gjithashtu njohuri rreth materialeve inxhinierike, të cilat ndihmojnë në qëndrueshmërinë, stabilizimin e projekteve infrastrukturore që janë shumë të rëndësishme në ndërtim. Ballafaqimi i studentëve me tregun e punës është një ndër praktikat më të mira të universiteteve, pasi jep mundësi atyre të përshtasin kurrikulat me nevojat që ka tregu për të përgatitur të ri të aftë për punë. Si rrezik ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e cilësoi Kubën sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio. Kuba përbën një rrezik të sigurisë kombëtare për SBA-n dhe ka pak gjaz për një marrëveshje paqësore mes dy vendeve. Kështu shpreh sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio pasi SBA vuri nën akuzë presidentin kubanez Raul Castro për vrasjen në 1996 të shtetasve amerikan që ndodheshin në bord të dy avionëve të vegjël që ndihmonin kubanez të largoheshin nga ishulli dhe që u qulluan nga ushtria kubaneze. Preferojmë një zgjidhje diplomatike, por që të jemi ndershëm me ju. Ka pak gjaz që kjo të ndodhë, duke patur parasysh njerëzit me të cilët po merremi, tha Rubio duke njoftuar ndërkohë se ishulli komunist që po përjeton një krizë të theksuar të produkteve energjetike dhe mungesë ushqimesh kishte pranuar ofertën që u bë nga SBA për $100 milion ndihmë humanitare. Për sekretarin amerikan të shtetit që vetë është me origjinë nga Kuba, kjo e fundit është një nga sponsorizueset kryesore të terrorizmit në rajon, çka u holl poshtë nga homologu i tij kubanez Bruno Rodriguez, që akuzoi Rubion për gënjeshtra dhe theksoi se vendi i tij kurrë nuk ishte paraqitur ndonjë kërcënim ndaj SBA-s. Për deklaratën e Rubios, Rodriguez tha se synonte nxitjen e një agresioni ushtarak dhe qeverinë amerikane akuzoi për sulme sistematike ndaj vendit të tij. Ndërkohë, në një postim në rrjetet sociale, Rubio njoftoi arrestimin e Adis Lastre Morera, motra e një prej zyrtarëve më të lartë të ushtrisë kubaneze, e cila jetonte në Florida dhe tashmë është në pritje të deportimit. Kemi mbritur në mbyllje, ju falenderoj që na ndoqët. Mirupafshi. Vllaznia, pas goditjes në sfidën me Dinamon, e vendosur të ringrihet. Ignatia e Nevil Dedes vjen me moralin lartë pas fitores ndaj Elbasanit. Një sfidë që vendos një copës titulli kampion. Do të marrë rrugën drejt Shkodrës pas 25 vitesh, apo Rogozhinasit do të refuzojnë abdikimin. Gjithçka në një sfidë të vetme. Vllaznia e Ignatia. Këtë të shtunë, ora 19, drejt për drejt në RTS1 HD. Kur humbet më shumë kohë duke kërkuar se sa duke ndjekur programin që ti do, kalo online. Kudo që të jesh, autobus, lokal, makinë,
Kuptohet, Jon Timon. Madje edhe në kinema kur s'të pëlqen filmi, ndiq programin e parapëlqyer. Edhe nëse je në bibliotekë dhe kërkon ADN-n e televizionit. Nga Mirëmëngjes Shqipëri, eja tek ne me një klik larg. Studion e programit Eja te ne. Ktheu prapa për atë çastin e të ndjekësh rubrikën dhe telerevistën sportive. Për të njohur me lajmet e fundit të sportit. Arom gruaje, s'ke pse humbet. Madje as të trija dimensionet e politikës shqiptare, web, online, të radio televizionit shqiptar. Që nisi me trupin dhe shëndetin. Nuk ke pse i humbet. Çdo emision lësht ai është thjesht teknologji. Nga radio televizioni shqiptar, zotroje. Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar, në një mbrëmje muzikore ku magjia e muzikës klasike pushton skenën dhe emocionet marrin forcë në çdo interpretim. Përjetime muzikore dhe mes romantizm Philip Fromhertz dhe me pjesëmarrjen e tenorit Valoni Meri, shpalosen me madhështi kryevepra nga Schumann, Mozart, Donizetti, Verdi dhe Puccini. Orkestra Simfonike e Rëndrën Kulturore të Katedrales Ortodokse. Në programin më i gjatë në Shqipëri,